Dashuria, fama dhe realiteti pas Big Brother Kosova. Big Brother Kosova ka qenë gjithmonë më shumë se sa një lojë. Ka qenë një pasqyrë emocionesh, karakteresh, përplasjesh dhe ndjenjash të vërteta që shpesh lindin në një ambient të mbyllur, larg botës së jashtme. Një nga historitë që ka prekur publikun më së shumti këtë edicion ka qenë ajo e Xhenetës dhe Gjestit, një marrëdhënie e ndërtuar mbi emocione të forta, por edhe mbi paqartësi, frikë dhe realitete që u zbuluan vetëm pasi dyert e shtëpisë u hapën. Xheneta ka pranuar hapur se ka pasur shumë ndjenja për Gjestin. Këto ndjenja nuk ishin të shtira, nuk ishin për lojë apo për kamera. Ishin emocione që u ndërtuan ditë pas dite, në biseda të gjata, në heshtje, në shikime dhe në ato momente të vogla që vetëm ata që jetojnë brenda shtëpisë së Big Brother mund t'i kuptojnë. Por ajo që e bën këtë histori edhe më të ndërlikuar është fakti se Xheneta e kuptoi peshën reale të këtyre ndjenjave vetëm pasi doli jashtë shtëpisë. Jashtë, realiteti është tjetër. Jashtë, nuk ka më mure që të mbrojnë nga shurma e botës, nga opinionet, nga fama dhe nga presioni publik. Pikërisht aty, Xheneta e kuptoi se ajo që kishte ndjerë për Gjestin nuk ishte diçka kalimtare. Ishte diçka që ende e mbante brenda vetes, diçka që, sipas fjalëve të saj, ajo ende e ndjen. Në këtë pikë hyn edhe deklarata e Labinotit, i cili tha, e pash që ishte bërë i famshëm, jo juk është aty. Kjo fjali, megjithse e thjesht, përmbledh një realitet të hidhur. Fama ndryshon njerëzit, ose të paktën rrethanat rreth tyre. Gjesti, pas Big Brother, nuk ishte më thjesht djali që Xheneta kishte njohur brenda shtëpisë. Ai ishte një figurë publike, me angazhime, projekte, kontrata dhe një jetë që kërkonte kohë dhe energji. Xheneta e ka thënë qartë, unë e dua akoma. Kjo fjali ka prekur shumë njerëz, sepse është e sinqertë, e zhveshur nga çdo mbrojtje. Por ajo që e bën Xhenetën të duket e pjekur emocionalisht është fakti se ajo nuk e fajson Gjestin. Ajo e kupton që ai ka angazhimet e veta, që jeta e tij ka marrë një drejtim tjetër dhe se dashuria nuk mund të funksionojë nëse nuk është e barabartë nga të dy anët. Këtu qëndron thelbi i kësaj historie. Dashuria duhet të jetë nga të dy anët. Nuk mjafton që njëra palë të ndjej fort, të presë, të shpresojë. Nëse pala tjetër është e shpërqendruar nga fama, puna apo prioritetet personale, atëherë dashuria fillon të kthehet në dhimbje. Big Brother Kosova shpesh krijon lidhje që duken shumë të forta brenda shtëpisë, sepse aty koha ndalet. Bota jashtë nuk ekziston dhe emocionet përjetohen shumë më intensivisht. Por sapo loja mbaron, fillon testi i vërtetë. Jo çdo lidhje i mbijeton këtij testi. Dhe historia e Xhenetës dhe Gjestit është një shembull i qartë i kësaj. Publiku është ndarë në mendime. Disa mendojnë se Gjesti nuk ishte kurrë plotësisht i investuar emocionalisht. Të tjerë besojnë se fama dhe presioni e kanë larguar nga ndjenjat e tij të vërteta. Ndërsa një pjesë e madhe e shikuesve ndjejnë empati për Xhenetën, sepse ajo përfaqëson njeriu që dashuron sinqerisht, edhe kur e di që mund të mos marrë të njëjtën gjë mbrapsht. Megjithatë, kjo histori nuk është vetëm për një dashuri të papërfunduar. Është për rritjen personale, për vetdijen emocionale dhe për pranimin e realitetit. Xheneta, edhe pse e lënduar, ka treguar forcë duke pranuar se nuk mund të detyrosh askënd të ndjej apo të qëndrojë. Dhe Gjesti, nga ana tjetër, përballet me sfidën e balancimit mes jetës publike dhe asaj private. Në fund, Big Brother Kosova nuk na tregoi vetëm një histori dashurie, por na kujtoi një të vërtetë të madhe. Dashuria e vërtet nuk mjafton vetëm të ndjehet, por duhet edhe të jetohet, të ushqehet dhe të ndahet në mënyrë të barabartë. Historia e Xhenetës dhe Gjestit do të mbetet një nga ato rrëfime që publiku do ta kujtojë gjatë, jo për dramën, por për sinqeritetin, dhimbjen dhe realitetin që shumë njerëz e kanë përjetuar edhe jashtë ekranit.